Për shenjave të kiametit shfaqja e sharlatanëve dhe mashtruesve. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Se yakunu fi akhir az-zamani dajjaluna kadhabun. Ya'tunakum min al-hadithi ma lam tasma'una antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinanakum." Para se të bëhet kiameti në fundin e kohës do të shfaqen shumë sharlatan dhe mashtrues. Do t'ju sjellin fjalë që si keni dëgjuar as ju as baballarët tuaj më përpara. Mirë për ata dhe mirë për ju. Mirë për ata çfarë po bëjnë dhe mirë për ju nëse ndiqni ata. Kujdes se do t'ju humbin dhe kujdes se do të mbjellin përçarje. E këta mashtrues faktikisht dhe fatkeqësisht shfaqen her mas here. Mbin her mas here, hapin çështje dhe tematika të cilat as janë të nevojshme, as i ka thonë kush, as i ka përmend kush, ose gjejnë në për librat e dietarëve të Islamit interpretime që si ka marrë askush. Dhe i ngjallin, bëjnë interesantin, debatojnë, ngrenë debate, ndërkohë që nuk është kjo linja, sepse gjërat funksionojnë me linja. Kurani, Sunetit, shkollat juridike të cilat interpretojnë Kuranin dhe Sunetin. Ti nuk mund dalësh nga këto linja.